Kryeministri Berisha ka zhvilluar një mëngjes pune me përfaqësues të biznesit austriak në Shqipëri, gjatë së cilit u prezantua edhe ecuria një prej projekteve më të mëdha në fushën e energjisë hidrike, i konsideruar i tillë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë, hidrocentrali në lumin Devol, njëkohësisht një nga investimet më të mëdha austriake në Shqipëri. Projekti Devol Hydropower është një investim i përbashkët prej rreth 1 miliard euro, i dy kompanive të njohura europiane në këtë fushë, kompanisë austriake EVN dhe asaj norvegjese Statkraft, dhe siguron një shfrytëzim afatgjatë të ujrave të lumit Devol. For Albania, there is no other protective way from this. Për momentin, ky është investimi më i madh në hidrocentrale në Europë, dhe ne jemi shumë krenar me partnerët tanë, EVN e Austrisë dhe Statkraft i Norvegjisë, që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme prej 6 vitesh, duke punuar me durim në të gjitha aspektet dhe kanë tani me qeverinë një marrëveshje koncesionare të ratifikuar në parlament. Ata gjithashtu kanë një punë të mrekullueshme me komunitetin. Kanë takuar atje qindra e mira njerëz për t'ju shpjeguar punimet që po bëhen në rajon, cilat do të jenë përfitimet e komunitetit lokal atje, si dhe kujdesjen për ambientin. Unë mendoj se është bërë një punë shumë serioze. Ky projekt përbën një hap të madh përpara në strategjinë tonë të zhvillimit të vendit në një superfuqi të vogël të energjisë në rajon. Kaskada e Devolit dhe përpjekjet tona për të ngritur kapacitetet e prodhimit të energjisë hidrike në vendin tonë përbën një përpjekje drejt zhvillimit të qëndrueshëm të Shqipërisë. Në takim u vlerësua se marrëdhëniet ekonomike midis Shqipërisë dhe Austrisë janë në rritje, duke sjellë në vëmendje se eksportet austriake në Shqipëri u rritën me 23% në vitin 2011 dhe volumi tregtar midis dy vendeve arriti në vlerën e 100 milion eurove, pavarësisht vështirësive me të cilat po përballet ekonomia në Europë. Përfaqësuesit e biznesit austriak shprehen kënaqësinë që Austria është gjithashtu investitori më i madh në Shqipëri, ndërsa bën të ditur se ata po shohin mundësi të reja për zhvillimin e projekteve të tjera të mëdha këtu.